kishte 4 pika, domethënë. Interesi i parë sigurisht do shërbej interesi të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ja thos çdo ambasador. Por atë arsye kishte dalë, patjetër. Në ambasador, në pikën e dytë, se kishte 4 pika, si të thash, ishte pikërisht kjo, çështja e që ne do ndihmojmë vendin të luftojë Shqipërinë, të luftojë korrupsionin dhe të luftojë edhe të bëjë luftën kundër trafikut të drogës dhe lidhjes që kanë ato me kartelet e Amerikës së Jugut, thoshte, sepse kjo është shumë e rëndësishme për sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Shqipërisë. Pra, po të shikoj aty ishin 3 kandidatë për ambasador që raportonin. Njëri që shkonte në Australi, jo 4. Njëri shkonte në Danimark ose Norvegji, mos gaboj, dhe tjetri në Korenë e Jugut. Pra, të 3 këta flisin se si vendet, raporte, SBA etj. Do jenë më të mirë dhe vetëm ambasadori i ri, ai që nëse rasti do vjerë në Shqipëri, fliste që këtu duhet luftuar korrupsioni, droga, lidhjet me kartelet e Sinalos, praktikisht domethënë duke sikur po fliste për një vend diçka mes Amerikës së Jugut dhe Afrikës. Që këtu domethënë këtu është, por në thelb duke qenë se gjithmonë i kemi syt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, më shqetësuese për ne që e dim si është halli dhe si situata këtu, do të ishte që ambasadori mos ta kishte atë lloj prioriteti, mos ta thoshte, se kjo do të ishte tmerrshme ose kjo do të ishte e frikshme. Shto faktin që sidomos që nga nëntori ka patur një gjuhë të zbutur ose kanë munguar mesazhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ose nga përfaqësia e saj diplomatike në Shqipëri, ndoshta edhe për shkak mungesës një ambasador